jemi këtu për të bërë një intervistë në lidhje me projektin tonë e emigracionit shqiptar. Me sa jemi të informuar, familjarët tuaj janë në emigracion. Kur dhe pse filloi emigrimi në familjen tuaj, kush ishte i pari që u largua nga Shqipëria? Faleminderit që më keni përsëritur mua për këtë intervistë në lidhje me emigracionin. Unë vetë si mësuese, ka qenë kohë vitet 90, ato ndryshimet e tranzicionit që ndodhen në Shqipëri, dhe dy vëllezërit e mi më të mëdhenj janë larguar nga kufiri në kushte shumë të vështira, në kushtet kur në Greqi ishte shumë problem për të emigruar, ndërsa vllai tjetër është larguar nga deti në kushte super të vështira jashtë tragedit në dritare, ka ndonjur nga jashtë tragedit 2 orë të tëra derisa ka arritur në Itali, dhe kurse vllai vogël është larguar prapë përsëri nga toka. Domethënë të tre vëllezërit e mi janë larguar në emigracion në vitet e tranzicionit. Sigurisht që unë në familje kam përjetuar shumë keq, sepse atëherë ishte shumë vështirë të thuaj që të largohesh nga Shqipëria në pa vizë. Ishte në kushte shumë të vështira. Në cilat shtete ndodhen sot babai dhe vëllezërit dhe motrat të juaj, sa kohë kanë që jetojnë atje? Unë kam 3 vëllezër, të 3 janë në emigrim. Vllai i madh është në Itali, vazhdon të jetojë atje. Vllai i dytë ka kaluar nga Greqia me dokumenta, ka kaluar në Amerikë, kurse vllai tjetër vazhdon në Greqi. Të 3 jetojnë atje, kanë krijuar familje, por sigurisht që janë kthyer në Shqipëri, kanë bler shtëpia, vinë her pas here, takohemi, ndërsa prindit kur ishin gjallë të dy, patën mundësi të shkonin vetëm në Greqi dhe për momentin ata tani nuk jetojnë më, por që kanë shkuar dhe kanë parë vëllezërit e mi ku jetojnë edhe sot. Si ka ndikuar mungesa e tyre në jetën tuaj personale dhe familjare? Ka qenë një bështot shumë i madh, sepse ishte koha kur ne jetonim shumë të lidhur. Ka qenë një kohë tjetër që në familje jetonim shumë afër me njëri tjetrin, kishim shumë dashuri, shumë afrimitet dhe duke qenë një motër e vetme e vuajta shumë pjesën e largimit të vëllezërve në emigracion. E kam përjetuar shumë keq. Dhe unë edhe, sepse atëherë nuk ishte telefon, dhe ne shkonim në postë, me si gjeni mundësi për të folur një herë në muaj, dhe kur na vinte radha, mund të flisin 2 minuta, ju nuk e keni përjetuar, por atëherë ka pat kabina. Dhe ne flisim në kabinat e postës ose flisim tek receptori aty me një minutazh shumë të vogël për të marrë vesh 2 fjalë. Si je? A je mirë? Kaq ishin dhe pastaj çdo që ata përjetonin ato vuajtje dhe problemet dhe vështirësitë e tyre, kurse unë në veçanërisht si motë përjetoja mallin për ta, sepse vëllezërit ishin të martuar dhe kishin familje në Shqipëri, që të 3. A është e vështirë për ju të jetoni larg tyre? Si u ruani marrëdhëniet me ta në distancë? Shumë e vështirë është, por me kalimin e viteve, telefonat me kamerë mundësojnë që ne kontaktin fizik ta evitonin nëpërmjet kamerave. Absolutisht që ata një në vit lejen vinë bëjnë në Shqipëri dhe ne mundohemi që të takojmë me njëri tjetrin, lëmë një ditë kur mblidhemi vim në të njëjtin muaj zakonisht në gusht dhe aty nxjerrim mallin, flasim për familjet, problemet, dhe sigurisht që takohemi dhe themi dhe të mira dhe të këqija që kalojmë në emigracion. Ata edhe unë bashkë me ta. A keni marrë ndihmë ekonomike apo mbështetje të tjera nga familjarët në emigracion? Sigurisht që kemi marrë. Ta mohojmë jo, kemi marrë. Ata nuk na tregonin se sa kishim në nevojë, por ata kuptonin që ne jetonin në vështirësi ekonomike dhe fillimisht ata na kanë ndihmuar. Ata sakrifikonin aq shumë për të na sjellë të ardhurë. Prindërve të mi, po dhe mua si motë më kanë ndihmuar deri në momentin kur unë u rita dhe fëmijët u ritën dhe u sistemuan nga ana ekonomike. Tani nuk është nevoja, thjesht ne takojmë dhe krijojmë kontakte fizike me njëri tjetrin. Si e shihni për përvojën tuaj në Amerikë? Mendoni se kanë pasur mundësi më të mira atje? Po sigurisht. Nuk po të them që vllai im në Amerikë punon në punë të mirë, jo. Punon në një hotel pas pronari. Shoqja, ose gruaja vet punon babysitter. Ata janë vllai të 3 vëllezërve të mia me shkolla të larta. Dhe unë nuk kam thënë gjithmonë që nëse u krijohet mundësia, hajde në Shqipëri, po për hir të fëmijëve, ata janë të integruar, janë më të rritur, janë më të rinj, janë sistemuar dhe ata mendojnë që do kthehen në Shqipëri në momentin që do dalin në pension. Sepse vërtet atje nuk janë në kushte shumë të mira. Janë punojnë puna fizike shumë të vështira. A keni menduar ndonjëherë të emigroni edhe ju? Çfarë do të thotë për ju ideja e bashkimit me babain dhe vëllezërit e motrën në Amerikë? Nuk kam menduar kur të largohem nga Shqipëria, sepse kam një profesion shumë të nderuar, shumë të respektuar në Shqipëri. Absolutisht se kam menduar kur. Por që kam dëshirë që
gjithmonë të shkoj të takoj, absolutisht po, të shikoj ku jeton, por që të shkoj të emigroj atje jo. Përkundrazi, gjithmonë them që këtu ku jam, unë e bëj shumë mirë të punë, që bëj me pasion. Jam e vlerësuar dhe mendoj që përderisa vëllezëri punojnë në ato kurse të vështira fizike, unë nuk e mendoj këtë gjë. Cilat janë sipas jush anët pozitive dhe ato më të vështira që sjell emigracioni në një familje shqiptare? Populli ka një shprehje guri rënd në vendin e vet. Kjo do të thotë që në vendin tënd ke tjetër vlerë, tjetër respekt, tjetër autoritet. Edhe emigracioni nga një qytet në një qytet tjetër të sjell problematikë, jo më në një vend të huaj. Por megjithatë, ne njerëzit e mi janë munduar të integrohen. Se mos niprit e mbesat janë integruar shumë mirë, janë pozicionuar shumë mirë. Bile sa për kuriozitet po ta them që edhe mbesa në Greqi ka mbitur flamurin dhe nipi në Amerikë përsëri ka dalë i pari, domethënë i pari në shkollë. Do të thotë që janë integruar, por sigurisht ata e shprehin me shumë respekt dhe shumë dashuri që jemi shqiptarë, dhe thon pa frikë. Që jemi shqiptarë dhe e vlerësojnë nga kanë origjina. Unë një gjë kam bërë. Fëmijëve, nipër dhe mbesave nëpërmjet ekranit të kompjuterit nuk i kam lënë të harrojnë gjuhën shqipe. Sa herë kam gjetur kohën dhe mundësinë në stinën e verës u kam mësuar gjuhën shqipe dhe ata flasin shumë mirë shqip kur vjen në Shqipëri. Këtë gjë vazhdoj ta bëj akoma me shumë kënaqësi. Si mendoni se ka ndikuar migracioni në shoqërinë shqiptare dhe në zhvillimin ekonomik të vendit? Absolutisht që ka ndikuar shumë në shumë drejtime sepse u kam shumë të rinj studentë që kanë qenë nxënës, që kanë qenë ish nxënës të mi, që janë kthyer dhe kanë hapur biznese. Dhe atë përvojë, atë eksperiencë që kanë fituar atje e kanë sjellë në Shqipëri. Jo më kot janë 6 të rinj, një prej tyre është përmetar, që kanë qenë në Amerikë dhe kanë shkuar në Bershë Elbasanit dhe kanë hapur atë hidrocentralin me energji të rinovueshme, dhe ata punojnë atje dhe e shesin energjinë në gjithë zonat përreth. Do të thotë që një përvojë ndryshe, kur vjen në Shqipëri dhe investon në vendin tonë, do të thotë që është për mirë. Absolutisht që